Konsideroj që tarifat e ujit në përgjithësi nuk janë tarifa të larta në krahasim me çmimet të tjera, që nëse kompanitë e ujësjellësit nuk realizojnë investimet kapitale që janë aprovuar me procese tarifore, ato investime do t'ju kthehen, ato shuma do t'ju kthehen qytetarëve. Nga mendimi im, nëse investimet realizohen, dhe unë po besoj e po shpresoj shumë që investimet që janë aprovuar me këtë proces tarifor do të realizohen, konsumatorët do kenë shërbime më të mira të ujësjellësit dhe të kanalizimit. Edhe kjo është qëllimi kryesor i këtyre aprovimit këtyre investimeve. E jo tarifa më të ulta, sepse konsideroj që tarifat e ujit në përgjithësi nuk janë tarifa të larta në krahasim me çmimet të tjera. Domethënë apo flasim për një tarifë prej 8.21 cent për një familje që konsumon 10 metra kub në ujë, që në krahasim me çmimet të tjera nuk është me vërtet një tarifë e lartë. Mirë, sipas një raporti të vitit 2022, për shkak se të viteve ma tutje nuk ka qenë të publikuar në faqen e ARAUS, investimet e 7 kompanive rajonale në total të planifikuara për vitin 2022 kanë qenë 5 milion euro. Në fund realizimi ka qenë rreth 2.3 milion, parafërsisht 46%. Gjithashtu te njëjti raport, jo e cekni që po ju citoj, do më thonë ju si ARAU. Ne jemi të zhgënjur kur shohim se shpenzimet kapitale të realizuara nga KRU-t në vitin 2022 ishin më pak se gjysma e atyre të planifikuara. A i bjen që keq menaxhimin e KRU-ve, do më thonë të kompanive rajonale, është duke e barë pasojat qytetarët për shkak se në fund po ndikojnë në tarifa. Ne kemi punu tankon me ndërmarrjet të ujësjellësit edhe kemi ritheksu çdo herë që realizimi i investimeve kapitale është domosdoshmëri për me i mbajtë shërbimet e ujit të qëndrueshme edhe me përmirësu shërbimet e ujit. Edhe natyrisht kompanitë e ujësjellësit i kanë problemet e veta në aspektin e tenderave, kthimit tenderave, jo ofertat. Nuk kemi pas ofertat mira edhe ka pas xhagitje. Mirë po, një gjë pozitive në këtë drejtim që është për sektorin, po konsideroj, ju e thatë që në vitin 2022 realizimi ka qenë më pak se 50%, në vitin 2024 kemi 73%. Kompanitë janë duke u përmirësuar në këtë drejtim. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë që është të ndodhur për sektorin. Edhe unë po shpresoj tashti që me këtë ndryshimin madhor që kemi bërë të metodologjisë tarifore, që nëse kompanitë e ujësjellësit nuk realizojnë investimet kapitale që janë aprovuar me procese tarifore, ato investime do t'ju kthehen, ato shuma do t'ju kthehen qytetarëve. Edhe kjo do t'jetë një shtytje shtesë që kompanitë të rrisin edhe më shumë seriozitete në këtë drejtim dhe të kemi investime kapitale të realizuara në përqindjen parafërsisht 100%. A i bje kjo që potencialisht, kur do që rishikohen tarifat në të ardhmen, mundë me pas ulje? Po, nëse investimet kapitale nuk do të realizohen, mund të ketë tarifa e ujit të ullet, po.